Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Mendoni një person. Çfarë do të thotë ai një të fshehtë që nuk ua ka thënë kurrë? Pra, fokusoni mendimin tuaj te personi juaj dhe dëgjoni se çfarë do të thotë ai një të fshehtë që s'ua ka thënë kurrë. Jeni në pritje, thot, për këtë të fshehtë që ai personi juaj nuk ua ka thënë. Ai do t'ju shpreh pasionin, dashurinë, energjinë që keni të dy, një energji të fortë, dashuria, sepse ky person ka gjithë botën, por këtë largësi që ka me ju e buan shumë në anën shpirtërore. Vjen drejt jush shumë shpejt, me një furi si ky kalosh i shpatës. Është i fokusuar pak tek pjesa e bollokut, tek pjesa e financave, sepse është i rrethuar nga njerëz jo fort të mirë aty ku është. Por ty thot të shikon si një mbretëresh të monedhave, një femër që ke bollokun dhe një dritë në dorë që të ndriçon rrugtimin e jetës tuaj. Vjen shumë shpejt, me një lajm dashurie, me një pasion, me një dëshirë të zjarrt, sepse tek ty person gjen paqen shpirtërore, gjen qetësinë, gjen harmoninë. Je një femër që për këtë person je gjithmonë harmonia, je gjithmonë paqja në jetë. Do të filloj një kapitull të ri në jetën tuaj. Pra ju do të filloni një kapitull të ri duke lënë mbrapa gjithë gjërat jo të mira dhe do të luftoni fort sot. Në këtë kapitull të ri do të ndërtoni, sepse ju jeni për këtë mashkull, për këtë kalorës, jeni si kjo mbretëresh e shkopimve. Një femër që fal një dashuri, mirësi, pa kushte, pa kompromis, pa interes. Kjo ishte energjia e tarotëve. Me kë rezonon kjo energji, jo me të gjitha, sepse është energji e përgjithshme. Me shigjetari, me ligjëreshën, me gaforen, me akrepi, me binjakët, peshqit dhe demi. Kurse me gërmat e alfabetit, gërma e parë, G, M, G, G, C, Sh, R, Z, F. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea